Përshëndetje dhe mirëserdhet. Sot do të përgatisim kifle, një recetë që ja vlen ta provoni të gjithë ju sepse me të vërtetë bëhet shumë e mirë. Unë kam përgatitur kifle për vikend. Shpresoj se edhe kjo recetë e imja do t'ju pëlqej. Nëse ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni një like ose një koment dhe videon ta shpërndani me miqtë tuaj. Filloj me përgatitjen e brumit. Së pari, në një enë do të hedhim 400 ml qumsh që e kemi ngrohur. Pastaj këtu do të shtojmë 3 lugë të mesme me sheqer, pra 3 lugë të mesme sheqer dhe 1 lugë të gjellës të mbushur plot me maja të thotë, pra maja buke të thotë. Majën e bukës së bashku me sheqerin dhe qumshtin do ta lë që të aktivizohet. Kështu më shpejt brumi pastaj do të dyfishohet. Le ta lëm kështu të qëndroj për 2 deri në 3 minuta që të aktivizohet maja. Pasi që kanë kaluar 3 minuta, maja është aktivizuar mjaftueshëm dhe siç po e vëreni, pra është aktivizu edhe tani ne mund të fillojmë me përgatitjen e brumit. Këtu do të hedhi një vezë komplet dhe gjithashtu vetëm të bardhën e vezë. Pra një vezë komplet edhe një të bardhë të vezë. Të kuqen do ta la që kiflet t'i lyej mbi. Pastaj këtu do të hedhi 120 ml vaj ose një gotë çaj vaj. I përziejmë mirë përbërësit e pastaj do të shtojmë edhe mielin. Mielin gjithmonë do ta shtojmë gradualisht nga pak duke e përzier brumin vazhdimisht, por që gjithmonë sasia e miellit varet edhe nga vezët që do të përdorni. Këtu përpos miellit do të hedhim edhe 1 lugë të mesme kryp. Pra thash, sasia e miellit do të ndryshojë nga sasia apo mallësia e vezëve, prandaj unë për këtë recetë në total kam përdor 800 gram miell, por që ju do ta kontrolloni miellin vazhdimisht, nuk duhet të formohet një brum i fortë, por do të formoni një brum pak më të butë, kështu kiflet do ju bëhen më të mira. Vazhdojmë me përziej mirë derisa të formojmë brumin e kifleve. Në fillim do t'i përziej me lugë e pastaj vazhdojmë edhe i përziej mirë me dorë. Pasi e kemi brumin gati, brumin mbi do ta lyej me vaj edhe kështu do ta la brumin që të pushojë mirë për afërsisht 1 orë ose 1 orë e gjysmë. Varet nga ambienti se ku qëndron brumi dhe sa ngrohtë është vendi ku do të qëndroj brumi. Pra brumin duhet ta lëni mirë të dyfishohet. Sa më shumë të dyfishohet herën e parë, aq më të mira kiflet do t'ju bëhen. Siç mund ta shikoni, brumi pra është dyfishu mjaftueshëm dhe është vërtet shumë i mirë. Tani kështu siç është nuk e përzim, vetëm se do e hedhi në tavolinë ku do bëjmë edhe gatimin e kifleve tani. Brumin pastaj e doj në 2 pjesë. Nga secila pjesë do të ndaj gjithsej 10 kulaç. Pra 10 kuleç nga njëra pjesë, 10 kuleç nga pjesa tjetër. Gjithsej në total 20 kuleç. Pasi që kemi hequr 10 kulaçat e parë, tani do të formojmë edhe kulaçat e vegjël. Kështu i mundsojmë brumit dhe pjesës së parë që të pushojnë e pastaj të vazhdojmë me pjesën e dytë për të formuar kuleçt. Kështu në këtë mënyrë do jepni formë të rrumbullakët. Të gjithë pjesët që i kemi këtu do të formojmë pra kuleç. Pasi të përfundojmë me përgatitjen e 10 kulaçave, kështu do t'i mbuloj me njëherë që të pushon brumi derisa të bëjmë gati edhe kulaçat tjerë. Edhe 10 kulaçat e tjerë i kemi gati, i mbulojmë e pastaj vazhdojmë edhe hapim petat.
Pra vazhdojmë edhe bëjmë qeljen e secilit kulaq me të holluese. Pra marrim një kulaq dhe vazhdojmë edhe e të hollojmë. Secilin kulaq duhet që ta hapni në këtë mënyrë, në një mallësi pak më të madhe. Në këtë mënyrë do t'i hapim të gjithë kulaqt, pra duke i bërë në këtë madhësi. E pastaj do të vazhdojmë edhe do të radisim kulaqat njëri mbi tjetrin. Tani vazhdojmë edhe përgatisim dhe rendisim kulaqt. Le të fillojmë tani të rendisim të gjithë kulaqat. Këtu e kemi një kulaq që e kemi hapur më herët, edhe po e lyej me margarinë të shkrirë. Pastaj vendosim petën e dytë. Gjithashtu edhe petën e dytë njëjtë do ta lyej me margarinë të shkrirë. Margarinin e kam shkrirë edhe e kam lënë pastaj pak në një ambient më të ftohtë, dhe siç po e vëreni, pra e ka atë dënsinë në të cilën mundeni lirisht pra ta lyeni me një brush. Mundeni margarinin ta lëni edhe në temperaturë dhome e pastaj me dorë ta lyeni petën, po kështu më lehtë do ju vjen nëse ju veproni. Siç po e shikoni, tani një nga një po i vendosim petat. Gjithsej këtu do të vendos 10 kulaq, pra 10 peta në një vend dhe 10 peta i kam vendosur këto anash që po e shikoni, pra këtë pjesën këtu. 10 në një vend, 10 peta në një vend, pra në 2 vende nga 10. Dhe besoni që vërtet nëse ju do i përgatitni në këtë mënyrë, kiflet do të bëhen shumë të mira. Gjithsej në total do t'ju nevojitet 125 gram margarinë ose gjalp. Pra 125 gram margarinë ose gjalp. Pra kështu po arrim edhe dal nga dal në përfundim të të gjitha petave. Tani vendosëm edhe petën e fundit të 10-ën, edhe i kemi gati të 2 pjesët. Kjo është pjesa e parë që ka pushuar. Pjesën e dytë unë do ta largoj anash derisa të hapim pra 10 petat e para. Ajo do të pushon. Hedhim pak miell edhe vazhdojmë me qeljen e petave, derisa të hapet një petë e madhe. Vazhdojmë pra edhe bëjmë hapjen, por çfarë është me rëndësi? Gjithmonë pra kur përgatisni brumin e kifleve, unë pra kur filloj me hap apo me qel petën, e rrotulloj her nga njëra anë dhe her nga ana tjetër, edhe kështu petat siç po e vreni kanë lëvizur pak, kështu kur ju i rrotulloni do të pamundsoni që petat ju lëvizin edhe petat ju bëhet dikun më hollë e dikun më trash, prandaj edhe ne gjatë hapjes do e rikthejmë pra her nga njëra anë edhe her nga ana tjetër. Kështu do të hapim një petë të madhe. Pra, petat që kanë lëvizur, do i zgjasni sa peta që është e kthyer. Siç mund ta shikoni këtu në video, nëse mundeni, pra t'ja bëni kështu, do bëhet më mirë. Pra, këto kanë lëvizur edhe do i bëni bashkë me petat e tjera. Pastaj do të hapim një petë të madhe. Pasi që kemi hapur petën e madhe, ne do të ndajmë brumin kështu në 4 pjesë të barabarta. E pastaj, secilën pjesë do e ndani në 4 pjesë tjera, ose nga 1/4 do ju dalin 4 kifle. Gjithsej, do të përgatisni 16 kifle nga njëra petë, edhe 16 të tjera nga peta tjetër. Pastaj kiflet do t'i mbështjellim kështu, unë nuk i kam mbush pra me djath ose me Nutellë ose me diçka tjetër, për shkak se
Këto po i përgatis për mëngjes edhe secili mundet me i hangër ashtu siç i don. Por ju nëse doni, mundeni t'i mbushni me Nutella ose me djath ose me diçka tjetër çfarë të doni. Pasi që i kemi vendosur të gjitha kiflet në tepsi, një tepsi e madhe dhe një e vogël, i mbuloj edhe kështu do t'i la që brumi të dyfishohet 20 deri në 25 minuta të tjera. Pasi që brumi të fryhet, pra të dyfishohet, atëherë vazhdojmë edhe bëjmë lyerjen e kifleve. Kiflet mbi unë do t'i liej me të kuqën e vesë që në fillim të videos e pat, dhe tani këtu do të shtoj edhe një lugë ose 2 lugë të gjellës qumsht. Pra pak qumsht, edhe i përzim krejt bashk dhe pastaj i lyejmë kiflet. Furrën e shporetit do ta nxehni në temperaturë 160 gradë. Kiflet i pjekim në temperaturë 160 gradë për 20 deri në 25 minuta. Ju do t'i kontrolloni derisa kiflet të pjeken mirë. Në 160 gradë për 20 deri në 25 minuta, duke i kontrolluar. Pasi që janë pjekur mirë kiflet, atëherë mbi do t'i lyej me pak margarin ose mund t'i lyeni edhe me vaj. E pastaj do t'i mbuloni mirë që kiflet t'ju zbuten, nëse i doni më të buta. Kjo ishte receta të dashur miq që i kisha përgatitur për ju. Nëse receta ju ka pëlqyer, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe videon ta shpërndani me miqtë tuaj. Deri në receta të tjera, shihemi me video të tjera. Mirëmbëjtje.